Shoqëria rajonale Ujësjellës Kanalizime në Shkodër mëngjesin e kësaj të shtune u angazhua për larjen dhe pastrimin e pedonaleve në qytet, në kuadër të përmirësimit të standardeve të pastërtisë dhe mirëmbajtjes së hapësirave publike. Ekipet e pastrimit kanë nisur punën në orët e para të mëngjesit, duke përdorur automjete speciale me presion të lartëuji për të pastruar pluhurin pa pastërti dhe mbetje që grumbullohen përdit në zonat më të frekuentuara të qytetit. Fokusi kryesor i kësaj ndërhyrje janë segmentet pedonale si hapësira të rëndësishme për lëvizjen e qytetarëve, por edhe 3 prej pikave kryesore urbane të Shkodrës. Nga pedonalja Kolidromenu të rruga përgjat qendrës historike të Gjuadolit dhe pedonalja pranë Bashkisë Shkodër, pastrimi synon jo vetëm përmirësimin e higjienës publike, por edhe rritjen e cilësisë për banorët dhe vizitorët e shumë. Kjo ndërhyrje është pjesë e një plani periodik për pastrimin e qytetit, veçanërisht gjatë muajve të verës, kur Shkodra pret numër më të madh turistësh dhe aktiviteti në hapësirat publike shtohet ndjeshëm. Nga ana tjetër, thirrja e shoqërisë rajonale të Ujësjellësit shkon për qytetarët dhe bizneset që të kontribojnë në ruajtjen e pastërtisë, duke mos ndotur rrugët dhe pedonalet që pastrohen sipas planit të punës. Ndërkohë, Ujësjellësi i Shkodrës do të vijojë me të njëjtin intensitet edhe në ditët në vijim, duke përfshirë zona të tjera të qytetit me qëllim garantimin e mjedisjes sa më të pastër dhe mikpritës për të gjithë.